Shkalla sipërore tregon se cilësia e veprimit është në një shkallë shumë të lartë, jashtë çdo krahasimi. Kjo shkallë ndërtohet me ndajfoljet shumë, shpejt, fare, tepër, krejt, fort dhe jashtëzakonisht. Për shembull, vizatuam shumë mirë është ndajfolje në shkallën sipërore. Arritëm jashtëzakonisht shpejt. Jashtëzakonisht shpejt është ndajfolje në shkallën sipërore. Shkalla sipërore ndahet në dy shkallë, sipërore relative dhe sipërore absolute. Shkalla sipërore relative ndërtohet me anë të ndajfoljes më përpara. Për shembull, ai e kreu më së miri detyrën e ngarkuar. Ndërsa shkalla sipërore absolute ndërtohet me ndajfoljet shumë, tepër, mjaft, jashtëzakonisht e tjerë. Për shembull, ai sillet jashtëzakonisht mirë. Jashtëzakonisht mirë është ndajfolje në shkallën sipërore absolute. Kjo shkallë ndërtohet dhe me forma të veçanta pa ndihmën e ndajfoljeve që përmendëm më sipër. Kur themi piva një ujë akull të ftohtë, fjala akull zëvendësohet me fjalën shumë të ftohtë. E bëri borë të bardhë. Fjala borë zëvendësohet me fjalën shumë të bardhë.